Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Shikues të nderuar, jemi sërish së bashku edhe sonte me emisionin Nektar Shpirti, organizim i mirëtinisë së Bashkisë Fesë Islame të Kumanovës, dedikuar muajit të shenjtë të Ramazanit. Nderuar vëllezër, të nderuara motra, po jetojmë këtë ditë të këtij muaji të shenjtë të bekuar, të përkushtuar në adhurim. Kur jemi te adhurimi, ne në muajin e Ramazanit kemi një namaz shtesë dedikuar vetëm për këtë muaj, i cili e ka emrin namazi i Teravis. Dhe për të diskutuar dhe për të marrë disa mësime, shpjegime në lidhje me rëndësinë e këtij namazi, formën e faljes, numrin e rekateve, kam kënaqësinë që sonte musafir ta kem imamin, vaizin dhe mualimin e xhamisë të fshatit Ropajt, hoxhën e nderuar Idris Efendi Jashari. Hoxhë i nderuar, mirë se erdhët. Mirë se ju gji. Është kënaqësi që jemi së bashku këtu dhe sigurisht se do të fillojmë edhe me atë se çka nënkupton në aspektin etimologjik dhe terminologjik koncepti i namazit të Teravis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Fillimisht falenderojmë Zotin, salavatet selamet mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjen, shokët e tij dhe gjithë muslimanët besimtare që e kanë pasur dhe pasojnë rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Fillimisht pra shfrytëzoj rastin të bëj për hajër gjithë besimtarëve anë kanë botës muajin e bekuar të Ramazanit, duke e lutur Allahun xhaleshanu që të jetë i kënaqur me ibadetet tona në përgjithësi dhe me agjerimin, po ashtu edhe me namazin e Teravis në veçanti. Se breket asaj se çfarë nuk kupton me Teravi në aspektin etimologjik dhe terminologjik, pra fjala Teravi bazën pra rrjedh nga fjala terovi, që do të thonë pushim. Pra ne falim namazin e Teravis me pushime, japim selamën 4 rekate, ka edhe mendime ndryshme ndërsa asaj se duhet jepet selam në 2 rekate, por se më e preferuar është që japet selam pra në 4 rekat, dhe me këtë rast kur jep selam pra pushon njeriu. Pra fjala Teravi, namaz Teravis rrjedh nga fjala terovi, që do të thotë pra pushim. Ky pra është aspekti etimologjik i kuptimit të fjalës Teravi, ndërsa në aspektin terminologjik namazi Teravis është namaz që është enkas për muajin e bekuar të Ramazanit, pra është namaz që fal vetëm në Ramazan. Pasi të kalon në Ramazani, pra edhe nëse falësh, më thonë fal namaz, mundosh falë në namaz tjetër nafile, ai nuk quhet Teravi, por quhet namaz tjetër nafile. Apo kalon në atë që është apo që njohet salatu te hexhut apo qiyamul lejl. Qiyamul lejl. Hoxhë i nderuar, ne duhet t'ua bëjmë me dije shikuesve, vëllezërve dhe motrave, se namazi i Teravis e ka vlerën, peshën e vet, duke e ngritur edhe kapacitetin e ibadetit tek besimtari. Cila është dispozita e namazit të Teravis? Sa i përket dispozitës së namazit të Teravis, pra të gjithë dietarët pa përjashtim, ixhmai i sahabëve, ixhmai i imamëve të mëdhenj dhe dietarëve në përgjithësi, pra dispozita e namazit të Teravis është sunneti muakkede, pra sunneti i fortë, ndërsa të falet me xhamat është sunneti kifaje, pra që do të thotë sunneti mjaftueshëm. Me fjalë tjera, nëse askush nuk e fal, pra duhet të rreqet vërejtja. Namazi i Teravis pra është sunet muakkede, të falet me xhamat, me imam. Megjithatë vlen të cekët se edhe nëse falet vetëm në shtëpi nuk ka diçka gabim, megjithatë mungon sevapi i xhamatit. Përsëri themi, mund të bëjmë xhamat edhe në shtëpi, pra mund të bëhen 3-4 persona, njëri del imam, 3 tjerë mbesin xhamat, por përsëri mungon pjesa tjetër, mungon sevapi i xhamisë. Më thonë, ka do që e sjell këtë meselë del se namazi Teravis pra sipas gjithë dietarëve pa përjashtim
hukmi i tij pra është suneti muakked dhe suneti i fortë, të falet me xhamat ose suneti kifaje. Pra, kemi parasysh se muaji i Ramazanit është një muaj i unifikimit të besimtarëve, si kur në adhurim, si në abstenim, po edhe në kryerjen e këtij namazi, që është specifik dhe një mundësi që Allahu Dhul Xhelal i jep besimtarit në muajin e shenjtë të Ramazanit, si tradit pra që rrjedh prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po që nderuar, kemi parasysh pra se namazi i taravis është sunnet e tham, edhe atë sunneti muakkede, dhe mënyra e argumentimit dhe si erdhi deri te përcaktimi i këtij namazi për besimtarët. Sa i përket argumentimit, fillimisht duhet ta ceki hadithin që regjistrojnë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, në cilin transmetohet se pejgamberi alayhis salam ka thënë in Ramadana shahrun iftardallahu lahu siyamahu wa inni sanamtu lil muslimina qiyamahu فمن صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Pra që do të thotë, muaji i bekat i Ramazanit pra është kuptohet muaji i agjerimit, në të cilën Allahu xhalla shanu ka bërë obligim agjerimin e tij, ndërsa unë, pra thot Muhamedi alayhis salam, ndërsa unë besimtarëve u bëra sunnet pra ta falin namazin e taravis qiyamehu, do të thonë namazin e taravis, andaj kush e agjeron këtë muaj të bekuar me përkushtim të plot, me bindje, i falen gjunahet e mëparshme. Po ashtu hadithi të cilin e transmeton Aisha radhiyallahu ta'ala anha, thotë se Muhamedi alayhis salam në muajin e begat të Ramazanit doli një natë dhe fali namaz teraviz e pasi u tubu në xhamat. Doli përsëri ditën natë, xhamati u tubu edhe më shumë. Ditë tretën natë përsëri pra duke u shtu dhe duke u tubu më së shumti sahabët e pejgamberit alayhis salam si xhamat, ndërsa kur u bë nata e katërt, do të thonë me radh, Muhamedi alayhis salam nuk doli. Do të thonë xhamati sahabët u tubu në xhami, erdhën shumë prej tyre, ndërsa Muhamedi alayhis salam natën e katërt pra për me radh nuk doli, dhe të nesërmit në namazin e sabahut, pasi u fal sabahu, u ktheu dhe u tha sahabëve tyre, sahabët ti. Unë tha e pasi ju çka bënet mram, e pasi se u tubut për ta fal namazin e taravis, por se unë nuk dola për një arsye. Unë nuk dola se sikur të kisha dalë të fal namazin e taravis, mram, do të bëheshte farz, e ju do të rëndoheshit, e me këtë rast nuk do të mundeshit ta veproni. Më thënë, arsye sepse Muhamedi alayhis salam nuk doli në taravih, më thënë natën e katërt ose pesën me radhë gjashtën, ishte thjesht arsia nga se po të dilte Muhamedi alayhis salam natën e katërt të teravis, atëherë kjo namaz me shumë mundësi sot do të ishte farz, por neve do të ishte shumë rëndësi, do të thënë ngarkesë e madhe. Andaj dhe e kuptohet në vetveti se namazi i farz nëse kalon do të bëhet kaza, atëherë i vije që shumë namazet teravis nëse neve na kalojnë të bëjmë kaza. Në këtë rast pra, urtësia sepse Muhamedi alayhis salam nuk doli për ta falë namaz teravis, ishte thjesht për mos me u bë ngarkesë për neve, të bëheshte farz, e ne nuk do të mundeshim të dilshim domethënë në krije. Po që nderuar, ju në fillim cekët edhe pak për formën dhe mënyrën e faljes së namazit taravis, thatë se është e preferuar që të falet me xhamat dhe të ndahen reqatet 2 nga 2 ose 4 nga 4, me qëllim që edhe të ketë një dozë relaksimi brenda ibadetit, po edhe ai aspekti i shpirtëror i përkushtimit të besimtarit në adhurim, për arsye se ndryshe mund të jemi të përkushtuar nëse do të na linte pejgamberi alayhi salatu vesselam të lirë të jetonin Ramazanin sikur ditë të tjera, e ndryshe është kur i dha sinjalet, pra siç e përtheksuat edhe ju se në natën e parë doli fali, natën e dytë fali, natën e tretë, natën e katërt nuk doli, për nga droja se do të bëhet farz. Mënyra e faljes së namazit të taravis, nëse mundet këtu disa çështje apo disa gjëra t'i themi, në mënyrë që t'ua shpjegojmë, për arsye se nga tradita, unë jam i bindur se shikuesit e dinë. Megjithatë, është mirë që në aspektin fetar, në aspektin juridik, t'ja japim hakun e vet dhe fillojmë edhe pak të mësohemi, dim se çka jemi duke bërë, se mjaft rastësisht i kemi kry punët, ndoshta
edhe rastësisht disa dhe ruana Zot, rastësisht edhe shkojnë xhami edhe nuk e kanë atë ndjesinë edhe atë sensin sepse shkojnë. Namazi, forma ose mënyra e faljes së namazit të teravis është ngjashëm sikurse suneti i iqinis dhe suneti i yatsis. Pra, fillimisht bëhet niyeti, dhe pse te niyeti është debat te dietarët, do të bëhet niyeti veç e veç apo do bëhet në fillim. Po vlen të ceket se konkluza e dietarëve rreth niyetit thonë se është mirë të bëhet domethënë niyeti vetëm në fillim. Pavarësisht se është namaz, domethënë namaz që përket nafileve, apo është sunnet, të mjafton të thotë vetëm një herë në fillim, e bëj niyet ta fal namazin e teravis edhe deri në fund, domethënë niyetin se shqiptojmë ne, edhe pse vlen të ceket se niyeti i zemrës është ai që mjafton. Po marr parasysh se xhamati janë shpeshherë nuk e kanë të qartë dallimin e namazeve. Me thonë, për këtë arsye dietarët thonë se përderisa një pjesë e xhamatit se kanë të qartë punën e niyetit, dallimin mes namazeve, çka është teravi, çka është qiyamul lejl, çka është tahajjud, do të më preferueshëm është pret edhe me gojë. Atë që thash në fillim, duhet bëhet pushim të në është, me thonë, tradit ka qenë shumë shekuj më parë dhe deri në kohën e fundit, të më t'jepet selam 4 rekate dhe të bëjnë ka një pushim. Ka qenë edhe është ende tradit mes rekateve të thuhet tekbira apo salavate. Këto me tervishka e ceka në fillim ka për qëllim pushimin, pra t'jepet selam edhe të këndohen salavat apo tekbire, e jo sikur se hasim sot në disa vende japet selam edhe me shku me hangër ose me pi, jo kështu, ose me vrapuna për xhami. Qëllimin e ka tervih, dhe me thonë pushim, të falen 4 rekat ose 2, nuk ka diçka pengesë, se nëse zgabojt në medhebin Maliki, më e preferuar është t'jepet selam në 2 rekat, sidoqoftë, ne i përkasim medhebit Hanefi, edhe pse të 4-ve ju besojmë dhe i pasojmë, por të ne është ashtu, me thonë, xhamatin është i mësuar në vepron, punon këtë medhebi Hanefi. Pra, falet sikurse suneti i qinis, edhe yatsis me 4 rekate, kuptohet selam, 20 rekate i vend me thonë 4 pushime. Këto pushime, mes këtyre pushimeve, thash është adet, është traditën e të këndohen tekbire apo salavate. E thash kur jep selam edhe teravih, dhe me thonë pushoj xhamati mes 4 rekateve ose mes 2-ve, është pra, unë nuk është qot të arsishme, thash se shonë disa vende sot që kanë bërë si adet, mes 4 rekateve teravis, hajde të pushojmë, bëjmë pak muhabet, hajde pak të hajmë diçka, ndonjë çokoladë apo ndonjë hurmë ose pim ka pak ujë, hajde pak të japmi të hedije ku diun fëmijëve, edhe kështu që kjo del tërësisht jashtë konceptit kësaj që quhet teravih. Të mënyra faljes të namazit të teravis është ngjashëm, do të nuk ka dallim me sunetin e qinisë dhe yatsis, sigurisht bëhet njëti thash në fillim, këndohet parën rekat dhe tretin subhanek Allahumme, edhe çdo etehiyat kuptohet etehiyati, salavatet edhe në fund kuptohet duat. O që nderuar, debate nuk i kemi pasur më herët, mirë po ja që në gati 2 apo 3 dekadat e fundit hapen edhe në shoqërinë tonë, lidhje me numrin e rekateve të namazit të teravis. Parimisht, nuk duhet të hikim nga koncepti, cilin ju e zbërthit në fillim se namazi i teravis është sunnet, pra nuk është farz dhe nuk është patjetër që të falen 4 rekat, 8 rekat apo 20 rekat. Megjithatë, në aspektin formal e juridik, ky sunnet është i përbër sipas shumicës së dietarëve, nëse guxoj ta them apo nëse nuk e kam me të saktë, mund ju të më përmirësoni edhe për atë jeni sigurisht se më i thirrur për këtë çështje, që është ixhma i arritur në kohën e Hazreti Omerit që namazi i teravive të falet 20 rekat. Po. Për këtë çështje nëse ka mundësi një zbërthim apo një elaborim pak më të gjërësishëm. Po. Lexova në lidhje me numrin e rekateve dhe kemi lexuar edhe sa herë se nuk është hera parë që e presin, jemi duke prit teravit, falim teravit që jemi në Ramazan, nuk është hera parë që jemi në Ramazan edhe falim teravit. Po megjithatë, xhamati unë interesohet edhe kur ndëgjon shpeshherë lloj mendimi, edhe hutohen, kanë pa qartësi, hoxho, filan xhamin pi falshin 8, a bani dhe mi fal 8.
domethënë këtë pyetje unë e kam pasur në xhamatin tim. Unë Nuk kam kjo thënë, është arsyeja, se për arsye se sot forma apo rruga për të arritur deri te informacioni është shumë më e lehtë. po, Edhe pse është shumë më e lehtë, është shumë edhe më e pa verifikuar, sepse njerëz jo kompetent dalin dhe pa qenë të vetëdijshëm se çfarë mose i drejtohen, japin mendime të cilat nuk zajnë vend. Ose ti mund ta japësh një mendim, por duhet njerëzve t'ju shpjegohet se përveç këtij mendimi ka edhe një mendim tjetër, i cili është i pranuar dhe për cilin ka një vendim në aspektin edhe formal e juridik, që një nga Khulafa i Rashidinët e ka sjell që namazi i teraviz të falet me xhamat 20 rekate. qatë. Këtë na e kemi për qëllim, se nuk duhim emisionin Nektar Shpirti dhe Muftinia e Kumanovës nuk e ka për synim të atakoj dikë. Është zgjedhje e lirë e secilit që të veproj si të doj, mirëma të shkaktoj huti me tendencë. Kjo është paksa jo fisnike për besimtarët, të cilët jo se sot ne u asollëm Islamin. Shekuj e shekuj, dekada e dekada këtu, njerëzit edhe kanë sakrifiku edhe për këtë din kanë derë dhe gjak. Por në këtë aspekt dua, Po më lejoni. qëllimi i vetë pyetjes cilën e parashtrova është vetëm kjo, sepse ne e dim me siguri se njerëzit, xhamatet e rëndonta shumë më me ndjesi më të thellë i kuptojnë të gjëra se sa ndoshta edhe vetë ne hoxhallarët. Unë kisha këtë të them në fund, po ju ja që e tha tash, qëllimin e kësaj që do të thuhet, kisha në fund, së qoftë edhe pra e that, jam edhe me ju, padyshim. Qëllimi i kësaj që do të thuhet nuk është ta sulmojmë dikant, ta atakojmë se ju e keni gabimin, ne kemi drejt. Jo për këtë, jo ashtu. Po pse sjellni uti në xhamat kur për këtë mesele, për këtë çështje dietarët ulemat më thënë kanë vendu pikë, a diku dietarët i vendojnë pikë, kush jemi ne, kush je ti, më thonë të Që të vazhdojmë rihapim debatin, çështjet të mbyllura. shumë e qartë. Të ndalem këtu vetëm dy pika kryesore. Ixhmai i sahabëve prej te Omeri kuptohet se Abu Bekri në këtë kohë se kishte vdekë. Dhe imamëve pas, domethënë pas sahabëve, Imam Ebu Hanife dhe me radhë. Dhe dietarët pas tij që vijnë, gjithë janë në mendimi, domethënë unanimisht ka ixhma, sahabëve ixhma, të imamëve ixhma, dietarëve të mëvonshëm, e të mëhershëm se namazi teravih ka 20 rekate. Argumenti. Transmeton thot Abdurrahman ibn Abdil Qaria thot se dolëm një natë me Omerin radhiyallahu ta'ala anhu, kuptohet në Ramazan, në xhami. Thot kur pa Omeri radhiyallahu anhu thot se si faleshin një grumbull me një qosh xhami. Turma. Turma. Thot një grumbull me një pjesë tjetër, një grumbull tjetër, s'di të bëj thjesht turma. Kur e pa thot nuk i pëlqeu kjo kive prej mi sahabëve, të tha vallahi tha kështu tha. Vallahi tha unë tha do të bëj këtë tha me një xhamat tha me një imam. Kështu edhe urdhëroi për imam të pri Ubej ibn Kabi, vjen thuhet se në atë kohë ishte një ndër sahabët më të shquar të pejgamberit alayhis salam. Dhe gjithë më thonë i bën një xhamat për ta bëni pris, më thonë që pri në namaz teravih Ubej ibn Kabin radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe më fund, edhe pse pa disa reagime aty këtu të vogla, tha shpenjen e tij, çka është te Sahih Buhariut, thotë hadha bid'atun hasanatun. Kjo thot çka unë tha tash e bona, kjo është bidat i mirë. Vlen se këtu me fjalën bidat e kishte qëllim domethënë e tha vetëm në aspektin etimologjik, jo dhe në atë terminologjik. Hadha bid'atun hasanatun. Edhe kuptohet se këtë rast Omer radhiyallahu ta'ala anhu fali 20 rekate. Do thonë e urdhëroi Ubej ibn Kabin, dale imam, sahabët bën një xhamat, edhe një mes, do thonë edhe vetë Omeru bën, do thonë mes tyre xhamat bashkërisht me sahabët, edhe falën 20 rekate teravih namaz. Shkojmë te pika e ditë, ata që pretendojnë se namazi i teravih ka 20 rekate. Ata bazohen te hadithi e Aishës radhiyallahu ta'ala anha, e cila ka thënë, thot Muhamedi alayhis salam, faleshte 4 rekate mos pjet për bukurinë e tyre as për zgjaqjen e tyre. Pastaj përsëri 4, përsëri mos pjet për bukurinë dhe zgjaqjen e tyre. Dhe pastaj falte 3 dhe më shumë se kaq jo. 4 dhe 3 bën 11. Vetëm se hadithi thot
Muhammed alayhis salam ose i dërguari i Allahut thot as në Ramazan, as jashtë Ramazanit. Është shumë e qartë, logjikisht, pa e kërku komendimin e dietarëve. As në Ramazan thot, as jashtë Ramazanit nuk falte më shumë se 11 rekat. Shtrohet pyetja, në jashtë Ramazanit ka namaz teravije? Jo. Domethënë këto Aisha radhiyallahu ta'ala anha nuk e kishte për qëllim se me këtë hadith Muhammed alayhis salam saktoi numrin e rekateve teravis. Dhe padyshim se çdo libër të ku flitet për teravi nuk ka hadith kauli, pra nuk ka hadith që pejgamberi ka thonë se teravia ka që rekate. Hadith e fieli po pra ka, se pejgamberi sa ka vepruar kështu, ama ata ka thonë me gojën e vet se teravia ka shembull 8 rekat, 20, 36, nuk ka. Nëse marrim për bazë këtë hadith, më thonë bie poshtë për disa arsye. Arsyeja e parë është se Aisha radhiyallahu ta'ala anha tha jashtë Ramazanit, tha as në Ramazan, as jashtë Ramazanit. Shumë e thjeshtë. Jashtë Ramazanit ka teravi? Jo, më thonë pretendimi i parë bie poshtë. E pretendimi i dytë, Aisha me këtë hadith asnjëherë nuk pohoi se Muhammed alayhis salam fali teravi. Përmendje thjesht më thonë fali rekate. Fali nafile namaz, nuk tha teravi. Pretendimi i tretë, Imam Neveviu thot, kur komenton këtë hadith, thot se me këtë hadith ka për qëllim thot namazin e natës, apo më konkretisht thot namazin e vitrit. Pse kështu? Është qëndrimi i mezhebit Maliki, mos gabofsh se ata është maksimum namazi i vitrit të jetë 11 rekate. Do thonë baza e Imam Malikut dhe mezhebit Maliki, ku pretendojnë se namazi i vitrit duhet të falet 11 rekate është pikërisht ky hadith. Logjikisht, Omer radhiyallahu ta'ala anhu fali 20 rekate. Këta që pretendojnë dhe marrin këtë hadith të Hazreti Aishës, sepse thamë be poshtë për disa arsye, edhe një pikë tjetër kërkoj falje kam haruta se ki këtu mbranësi, kur lexoja për këtë hadithin, Hazreti Aishës thot kjo hadith është haberun ahad. Ata që ka dhe më thënë merren me hadithin, nuk jam unë haditholog, po alhamdulillah kemi profesor në këtë drejtim, që ka me ata konsultohemi, nëse hadithi haberun ahad bie ndesh me ijmajin e sahabëve ose ijmajin e imamëve, dhe me thonë bie poshtë. Kjo hadith është haberun ahad, pra shka ata pretendojnë se teravia ka 8 rekate, po këto 3 tjerët ku mbeten? Nëse ka 8 teravia, 8 rekate, pejgamberi fol plus edhe 3, këto 3 ku mbeten? Që të kopë, dhe më thonë, këtë qëndrimi tërë është i pa bazi, pa ga edhe në aspektin shprehimor, dhe më thonë edhe në aspektin e argumentimit, dhe më thonë, kjo mund të nxirret si një përfundim se nuk ka të bëjë me namazin e teravive, po ka të bëjë me një namaz krejt tjetër, që është namaz nafile që e ka falë pejgamberi alayhis salatu vesselam jashtë periudhës së Ramazanit. Dhe ku është poenta apo qëllimi që unë dua ta parashtroj si pyetje. Do të thonë, haberun ahad është një lajm i vetëm cilin e ka thonë një person. Kurse ixhmoi i Omerit, ku nuk ka qenë ai vetëm, as nuk e ka bën me dhunë Omeri radiallahu anhu, po aty kishte edhe krerë të sahabëve, ishte Ensar Muhajir, Uthmani radiallahu anhu, Aliu radiallahu anhu, Abdullah ibn Mesudi, Ibn Abbasi, e shumë kolos të tjerë të cilët e transmetuan dinin e Allahut dhe edukatën apo thënjet profetike deri te ne në mënyrën më të mirë të mundshme. Ata sidomos ishte kështu, nuk do ta kundërshtonin Omerin. Je parashtrojmë këtë pyetje. Po, se tash unë do të marr edhe pak rolin e shikuesit në mënyrë që ti elaborojmë dhe ti zbërthejmë çështjet më mirë dhe ti bëjmë më të qartë. Duke u kërku faljes, ndoshta patët edhe diçka tjetër. Jo, kishte vetëm edhe përvon këtë hadithin, domethënë që bie poshtë as pretendimi i tij për shumë arsye, pra se tha jashtë Ramazanit, jashtë Ramazanit nuk ka teravi. Hadithi haberun ahad, domethënë bie ndesh me ixhmain. Hadithin që diet Imam Neveviu. Kush jam unë edhe kush je ti, domethënë ta kundërshtosh një dietar si Imam Neveviu, pas Imam Suyuti. Të di kanë qëndrim thonë se kjo hadith ka të bëjë me namazin e natës, apo të nëse qëtë namazi i vitrit, sepse namazi i vitrit është në temë në vetë, është temë e gjatë. Po tash ata ka dhe prej tyre që këtë hadith e keq interpretojnë.
Edhe jam shohim edhe veshin sot e na namazit të vazhdon sot taravive. fal namaznate apo? Falin namaznate kur unë nuk kam has, me gjithë respektin për gjithë xhallarët, unë ndoshta jam shumë ma i ri prej tyre edhe shumë ma mbrapa me dituni, megjithatë nuk kam has dikun se pejgamberi alayhis salam ose dikush prej sahabëve ose dikush prej imamëve ka të bu xhamat natën, Edhe ka veçanërisht në falë Ramazan me namaz fal natë qiyamul me lejl xhamat. ose tahajjud, edhe pse jam i bindur se po ti pjesë me gjithë respektin thash për gjithë ata na bëjnë dallimin mes qiyamul lejl edhe tahajjud nuk dihet mund të ta bënin. Qiyamul lejl është diçka tjetër, tahajjud është diçka tjetër, taravih është diçka tjetër. Don për taravin kemi argument. Për tahajjudin dhe qiyamul lejl kemi argument. Po përsëri po të falet vetëm në shtëpi. Edhe atë edhe në mënyrën më sekrete të mundshme që mos i shkaktosh as shqetësimin më të vogël, edhe atyre të cilët jemi në dhomë. Edhe na file i nderuar, edhe namaz na file vullnetar, edhe të më shohin tjerë, kjo dyqisht më thënë e pakapshme logjikisht. Tash unë taravin e fali 4 rekate, shkoj e fali namazin e natës, nuk di çka në ajt. Fali disa për taravin ke argument se suneti muakked e fort. Ti më thon nuk e fal ashtu si tha Omer 20 rekat, se kjo i vjen se tash unë ja mësoj sunetin Omerit te Allahu Taala anhu. Unë e pata edhe për në fund të lidhemi këtë hadithin kët, kështu si dilemë. Ndoshta unë se kam qartë. Po të ishte namazit të ravis të reqate. Omer dhe Allahu Ta'ala anhu me këtë sahabët, ensari muhajgjir, falën 20 reqate, të Ramazani. Aisha dhe Allahu Ta'ala anha ishte gjallë. Pse nuk reagoj? Ose pse nuk i kundërshtoi? Pse nuk reagoj? Pse nuk i kundërshtoi? Pse nuk shkoj të thoj, o ja emir mu'minin, çka e duke bëti? Unë jam gruaja e pejgamberit. Unë kam qëndru me atë, kam bashkëjetu me atë. Unë e di shumë më mirë se ti, kush mirë së ti kesh thonë sunetin, kush e ti me falë 20 reqat, kur ai ka falë, s'kur ta pretendojnë 8 reqat. Unë do diçka e tillë. Pastaj kishte sa plot prej te Omeri kuptot aja bërë këtë veprim. Shkojmë Uthmani, Aliu, Abdullah ibn Abbas ibn Omer, Abdurrahman ibn Aufi, Muadh ibn Jabal, nuk di unë Enes ibn Malik, Ubay ibn Ka'b, edhe gjithë sahabët, do të thonë, unanimisht qëndruan do të thonë me këtë qëndrim. Qëndruan pas qëndrimit të Omerit, falën 20 rekat dhe as kush nuk e kundërshtoi. Sikur të kishte dikush për ta kundërshtuar, ajo duhet të jetë Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Se kjo vetë thot 4 rekat plus 4 plus 3, 11. Me thonë të falën 4 rekat, 8 rekat teravih dhe 3 vitre dhe ukri. Po nuk ndodh diçka e tillë. Përkundrazi, qëndroi pas këtij qëndrimi dhe asnjëherë askush nuk shkruan se Hazreti Aisha radhiyallahu ta'ala anha e ka kundërshtuar Omerin radhiyallahu ta'ala anhu për këtë veprim të tij. Jemi edhe tek forma e faljes së namazit të taravive. Dhe duhet nganjëherë nëse gishtin ja drejton dikujt thuhet 4 gishta i ke nga vetja. Domethënë mënyra se si te ne sot falet namazi i taravive, gjithçka mund të quhet, ndoshta por vetëm taravi jo. Shohim, domethënë nëpër xhamate ndryshme, nëpër xhamit ndryshme, që namazi i taravive falet let me një ritëm tejet shpejt, saqë nuk di si çfarë shpjegimi mund të jepet kësaj gjëje. Kur jemi te forma dhe mënyra e faljes në atë aspektin formal, po nderuar nëse ka mundësi, që shpjegojmë shikuesve. Po. Unë atje në fshat ku jam imam, kur e shpjegoj namazin e taravis, praktë në fillim atje çka thash teravih. Do të them pushim. Ju kam thënë kështu xhamatit tim në Rapalc atje. Nëse pasi ta krish namazin e taravis, nuk e ndin veten se ke pushu, dije, ti je i bindur se taravi është, ne themi noksan, me pikpyetje. Ton hoxha ose ka mangësi. Ka mangësi. Se thjesht taravia për dhëna e fes amenna, elhamdulillah xhamati jonë është iman li amenna, kena besu se është namaz sunnet, 20 rekat edhe e falin. Po ishte dukuri në kohët, mund të them para 3 dekadave ose para 2 dekadave, në kohën e fundit pak sa jemi vedisu, po përsëri kanë me disa një pakicë e vogël që ka namazin e taravis e falin e themi kështu duke vrapu. Me një ritëm shumë shpejt, se që nuk mund shemë të plotëson as farzët namaz. E ke namaz shumë e thatë edhe ju, vetëm se taravi nuk mund quhet. Namazet taravis të falet në atë tempo sa që kuptohet fillimisht të plotëson farzët e namazit.
të mrihet thoje xhamati çka të ka lidh ti pas, thoje subhan rabbiyal azim 3 herë pastër, subhan rabbiyal azim thoje pastër 3 herë, të këndet paktën e tehiyatin. Për sa i përket imamit, ashtu siç na ka mësuar imami jon, Imam Ebu Hanife dhe gjithë dietarët tjerë pas tij, me thonë të mushet të plotësojnë ruknet e namazit, e sa duhet këndohet gjatë në teravi, është të marrë parasysh edhe vendet arabe, ne nuk jetojmë atje. Thonë ai teravia falet ndryshe, jetën e falet ndryshe, marrë parasysh rrethonat, mentalitetin e xhamatit, nuk di çka janë adeteve, traditave tona, e kështu gjitha me radhë. Duhet me thënë më një rekat këndohet një jet i gjatë apo 3 të shkurtër, do të pa mos me e tepru, me një tempo kështu mesatare. Edhe vetë ne umetun wasatan, domethënë umeti mesatar, jo shumë shpejt, po edhe shumë ngadalë. Pse jo shumë ngadalë, mos të hasën monotoni xhamatit. Me siguri ndoshta nëse ne edhe teprojmë, nëse stregjasim shumë teravin, mund të bëjmë edhe sebeb ta largojmë xhamatin prej xhamie. Të marrë parasysh se pas nesh ka edhe të smur, ka edhe të pleq, ka edhe njerëz me probleme dhe nevoja të ndryshme. Pikërisht është mund dalin te rasti i madh i Xhaberit, po shumë shkurt se është tim në vete kur i tha Muhamedi alayhis salam mos bën fitnë në namaz o madh. Ja Rasulullah ka fitnë edhe namaz, po tha ka fitnë edhe namaz. Si ka fitnë? Kur dalsh imam, kur del të prish xhamatit për ndonjë namaz, ta do ta kesh parasysh se pas te ka të smur, ka të moshuar, ka udhëtar, ka nevojtar, ka domethënë lloj-lloj xhamati, kategori xhamateve që thjesht do ta kesh parasysh se ata që kanë pas te janë lloj-lloj, ti je një. E tash nëse ne bëjmë për atyre që e stërgjas namazin e taravis, me siguri për shembull dikush thot në ropas nuk po shko ke më fal taravis ai hoxha pas gat ke shumë. Edhe thjesht domethënë bëj sebeb me largu xhamatin prej xhamie. Ama dhe shpejt jo. Do thonë me dëgjume ka do xhamia bojnë gara kush pe qet më shpejt xhamati për xhamia jashtë. Do kjo është absurde. Për mendimin tim e thjesht kjo vetëm taravin nuk quhet. Unë taravin mund ta të ne shpreh, ta qes për 15 minuta, kë nuk është taravi. Me atë çka i se jam unë imam fshatin tim, në thënë afërsisht llogarinë se e kam bërë dikon 50 minuta, maksimum 1 orë komplet. Derisi namazi i yatsis, teravis dhe vitri. Do thënë këtë për 1 orë, kisha thënë është tamam. Po jo edhe për 20 minuta. Po jo edhe për 2 orë ose edhe më shumë. Po se kalon monotoni, të pas parasysh se ne është hallarët shpesherë ku tha që se duhet drejtohemi edhe te veqja, pak jemi vetë kritik. Ndoshta xhamati jon mas si fit nuk bie me fletë se shkon në punë, e unë mas e fal namaz në sabajt bie fletë dhe çona kur thirrë dreka. Do thonë se nuk i bëjmë hesab llogarisë se xhamati jon janë, domethënë ngarkum me punë. Edhe ti domethënë të bësh taravin thjesht monoton, se të bësh sebeb ti më largu prej xhamatin, këtë rast them edhe kjo taravi të quhet taravi, po nëse bësh sebeb me largu xhamatin, domethënë xhamia është prast, atëherë ku jesim ne? Domethënë, cili është efekti i këtij kësaj pune të cilën po e bëjmë. Po të nderuar, çdo mend se çdo bisedë të cilën e bëjmë, kemi për qëllim apo për moto që t'japim një porosi të shikuesit. Për këtë temë mund të thelloheshim edhe shumë më shumë, mirë po do e marr parasysh minutazhin e emisionit, cilën e kemi vënë si kusht, gjithsesi si parim, si rregull, që krejt ligjëratat gjatë këtij muaji të Ramazanit i zhvillojmë në këtë formë, po të jenë më të shkurtra, në mënyrë që edhe ne, pra, nëpërmjet emisionit ton, mos shkaktojmë monotoni të shikuesit, por të lëmë një hapësirë që ata të kuptojnë diçka, por ndoshta t'ju lajmë edhe një vullnet që edhe në emisionet e radhës na ndjekin. Nëse diçka ju keni për të shtuar, është vetëm fjala po juaj. disa konkludime në lidhje me këtë, 2-3 pika dhe përfundojmë, ashtu do të mos bëjmë edhe monoton. Thot në lidhje me këtë, pse për mua nuk është referencë nderuar, për mua nuk është referencë, thot është shpejt edhe Muhammed ibn Abdul Wahhab në lidhje me namazin e rekatet e namazit teravis. Nëse zgaboj, thot është autori është Ibn Khalifa al-Aliwi në librin Hadhi Aqidatu Salafi, faqe 281, thot është shpejt Muhammed ibn Abdul Wahhab në lidhje me numrin e rekateve të teravis, ai thot kështu: ajo që unë preferoj, edhe pasoj është 20 rekate. Thash, jo se unë e kam referencë, po të tregoj atyre që ka pretendojnë se është tet, ja, edhe mësuesi ju, nëse mund të më shpirtëror që keni, edhe ki ka qëndrim se du të falë 20 rekat gjatë.
E dita, ta që ka pretendojnë se namazit të teravih duhet falet 8 rekat. Unë nuk e kam të qartë. Omeri radhiyallahu anhu ma mirë dinte sunnetin apo ne? Ose shkur thonë, a kemi ne hallin me mësu sunnetin Omerit? Me fjalë tjera, neve na dhojnë pasone sunnetin, në rregull. Thot Muhamedi alayhis salam, wa alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidil mahdiyyin. Thot kujdes kapuni pas sunnetit tim edhe sunnetit khulafa'ir rashidinëve pas meje. Omer radhiyallahu ta'ala anhu ishte një nga khulafa'ir rashidinët, pikrisht ai e bani. Ja pra pasojmë sunnetin. Pika tjetër, meselja në lidhje me, dhe me këtë përfundojmë, nëse mund qap një mesazh, thotë meselja në lidhje me atë plakën edhe djalin e ri kur e shkoi e vetë ajo një hall, një plak, një djalë të ri me mjekër, kështu si unë, në lidhje me një mesele, për shembull për teravin sa recate i ka, edhe pyet kjo plak këtë djalin e ri, thotë, hajde vlla tregom këtë teravia sa recate pat se na hutut 28 ta kem pak qartë. E tash ki djali i ri pi thot oj hall, a të jap fetfan unë duke u bazuar Kur'an edhe në sunnet? A të jap fetfan në imam për shembull Abu Hanifës lidhje me këtë? Jo, tha, ti mu më jep më mirë fetfan imam Abu Hanifës, sa i ka ditë më mirë se ti, edhe Kur'ani edhe sunneti. Edhe për fund u pjet edhe pikrisht edhe imami i imamëve, pra si quhet edhe imamul a'imma, pra imamul Azam Abu Hanife nga Ebu Jusufi nxënësi i tij, u pjet lidhje me veprimin e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, ai tha kështu. Tha, veprimi i Omerit asesi nuk është bidat. Omeri radhiyallahu ta'ala anhu nuk bën diçka nga vetja. Sigurisht ai ka pas një premtim, edhe një mësim nga pejgamberi alayhis salam, për cilin ne nuk dim, ai ka ditë. Dhe logjikisht, thot Imam Abu Hanifja, thot aty kishte ensar dhe muhaxhir, ishin gjithë sahabët, ishte edhe vetë Aisha që nuk e kundërshtoi, kështu që me ixhmain e sahabëve dhe ixhmain e gjithë dietarëve ummetit islam, pra namazit teravih pra ka 20 recate, ka marrë ta seki, po më në përfundim mos më monoton, qëndrimin e Imam Malikut ku thotë se ka 36 recate teravia, këtu ka një udhësi tjetër, tash për hir të kohës nuk duhet hi se mund strëgjaten. Me siguri se do të kemi raste edhe tjera për të takuar së bashku. Gjinderuar, ishte kënaqësi dhe ju falenderoj për kohën që ndatë për që së bashku me mua sonde. Inshallah këto minuta që i ndavë së bashku, Zotit na i shkruan ibadet. Faleminderit edhe një herë. Amen, inshallah, faleminderit për juve, Allah ju nderoft, Allah ju shpërblet. Shumë faleminderit, wassalamu alaikum. Juve shikues të nderuar, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët. Do të takohemi në emisionin e radhës Nektar Shpirti. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.